Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja si ti heqësh kallot nga këmbët për një ditë, rezultati do ju lër pa fjalë. Këmbët e plasaritura nuk janë vetëm të shëmtuara, por njëkohësisht edhe të dhimbshme. Megjithatë, ekziston një mënyrë fantastike dhe një zgjidhje mjaft e lehtë për këtë problem, për të cilën juve do t'ju duhen disa përbërës të thjeshtë dhe njëkohësisht pak kohë. Pasi të keni mbaruar, mund të shijoni këmbët e rigjeneruara si më parë. Ja se si mund ta bëni këtë. Hapi i parë që do t'ju duhet është trajtimi me ujë të ngrohtë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë i vakët dhe njëkohësisht 2 lugë sodë buke. Hidheni ujin e vakët në një vask, shtoni sodë buke dhe krip dhe më pas përzjeni ato mirë. Futeni këmbët në përzierje dhe lëreni të veprojnë për plot 15 minuta. Më pas, fërkojeni këmbët tuaja me një gur posaçërisht për to. Kallot me sa duket janë një problem shqetësues për shumë njerëz në Shqipëri. Këto shtresa të trasha dhe njëkohësisht të forta të lëkurës së vdekur formohen kryesisht në duar dhe në këmbë. Kallot në shputat e këmbëve janë tepër të mëdha dhe njëkohësisht më të vështira. Kallot ndërmjet gishtave janë më të vogla dhe nga ana tjetër më të thjeshta për të menaxhuar. Ato njëkohësisht marrin ngjyra gri ose të verdhë dhe ngjajnë pak me një xhungë. Kallot në përgjithësi nuk janë të dëmshme, por ndonjëherë ato mund të shkaktojnë infeksione. Kallot në këmbë mund të shkaktojnë shumë vështirësi dhe dhimbje gjatë ecurit. Sipas ekspertëve, kallot mund të zbuten lehtë me kurën e duhur. Prandaj në këtë video ne sot do t'ju sjellim disa nga produktet më të mira, të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë. Mbushni një legen me ujë ku keni hedhur pak shampo trupi. Shtoni një filxhan me uthull molle dhe më pas zhyteni këmbët në ujë për të paktën 15 minuta. Kallot mund të zbuten ndjeshëm dhe më pas ju mund t'i fërkoni ato me vaj kastori. Lëkurat tuaja do të largohen dhe do të zbuten pas një trajtimi të tillë 10 ditor. Trajtimi me vitaminë E ose A. Merrni kapsula me vitaminën A ose E dhe më pas fërkojeni kallot me të përpara se ju të bini për të fjetur. Gjithashtu vishni çorape pambuku në mënyrë që këmbët tuaja të qëndrojnë të buta. Limoni. Përpara se të shtriheni për të fjetur, prejni lëkurën e limonit dhe vendoseni atë mbi kallot e vogla të cilat formohen në gishtat tuaj. Mbështilleni me një nap dhe më pas vishni çorape të bardha. Përsëriteni atë çdo natë derisa kalloja të ikë. Përsëriteni gjithashtu edhe trajtimin me qep, ku do t'ju duhet është një fet qep dhe futeni në një enë qelçi. Mbulojeni me uthull molle dhe enën vendoseni në një vend të ngrohtë dhe më pas në mbrëmje. Qepën vendoseni mbi kallot tuaja duke e mbështjellë me një fasho dhe duke e lënë atë të qëndrojë kështu e pa lëvizur teksa ju flini gjumë. Përsëriteni këtë rregullisht derisa kalloja të zbutet mjaftueshëm për t'u hequr fare thjesht. Buka. Zhysni një fet bukë në një enë të mbushur me uthull molle dhe më pas vendoseni atë tek kallot tuaja. Kështu ju do të shikoni që kalloja ditën e nesërme do të jetë zhdukur. E gjitha çfarë duhet të bëni është që kallon ta mbuloni me bukë dhe uthull molle me fashë qese plastike dhe të vishni çorape. Gjithashtu mund të përdorni edhe trajtimin me aspirina. Pluhurin e 5 apo 6 aspirinave përzjeni me gjysmë lugë çaj me lëng limoni dhe pak ujë. Vendosni masën e krijuar mbi kallo dhe mbështilleni këmbën me një peshqir të ngrohtë dhe qese plastike. Pas 10 minutash ju do të shikoni se kalloja juaj do të jetë zbutur mjaftueshëm sa për t'u eliminuar.
Kallot janë një shqetësim i shpesht, por njëkohësisht të shumta janë edhe ilaçet natyrale, të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të trajtuar këto probleme mjaft të bezdishme, sidomos në verë, ku ekspozimi i këmbëve është edhe i pashmangshëm. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të dini se pa shkuar tek ilaçet në farmaci, ju mund të përdorni këto receta natyrale të cilat fare lehtë mund të trajtojnë dhimbjen dhe të zhdukin kallot, si edhe të trajtoni mykun në këmbë. Nga ana tjetër, në këtë kuptim, është e rëndësishme që të gjeni dhe një regjim ushqyerje me bazë frutash dhe perime për t'i dhënë lëkurës sasinë e duhur të vitaminave, por që të përdorni edhe këpucë të rehatshme. Sipas ekspertëve, femrat kryesisht u drejtohet një paralajmërim, të cilat nuk duhet që të veshin këpucë me taka të bukura, por duhet të zgjedhin gjithmonë këpucën më të rehatshme të mundshme. Sipas ekspertëve, nëse ne do të ndaleshim tek ilaçet natyrale, me patjetër ju do të zgjidhni ato të cilat me siguri i keni në shtëpi dhe pa kosto të lartë në shpenzime. Si fillim, mund të përdorni kundër kallove limon për t'u aplikuar të paktën gjatë gjithë natës një fetë ose pak lëng limoni nga ky frut. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjidhje mjaft e mirë për të trajtuar kallot në këmbët tuaja. Ju mund të përgatisni një përzierje me xhelin e aloe verës dhe njëkohësisht mund të përdorni 3 deri në 4 gjethe aloe vera me disa pika vaj susami dhe ta vendosni atë në pjesët me kallo duke i vënë kështu një garzë për disa orë. Një ilaç tjetër mjaft i vlefshëm dhe natyral kundër kallove është edhe papaja. Lëngu i këtij fruti vepron si një medikament i vërtet për këtë problem. Ai duhet aplikuar mbi kallo me doza të vogla, maksimumi një gjysmë lugë gjellë. Një tjetër ilaç natyral kundër kallove është sigurisht edhe tërshëra. Në këtë rast, një dush i ngrohtë i këmbëve dhe lyerja e tyre me tërshër ose miell tërshëre do t'i jap lehtësi këmbëve të cilat janë të prekura nga kallot. Në rast se ju ndodhet në shtëpi, ju mund të përdorni edhe një përbërës tjetër natyral të vlefshëm kundër kallove, bimën e ashtë të quajtur edera, e cila është një bimë zbukuruese në një formë dredharake. Gjethet e ederës duhen lënë për të paktën 12 orë në uthull dhe më pas duhen vënë mbi kallot të cilat ju duhet që t'i lidhni me një fasho të shtrënguar mirë për të paktën disa orë. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është edhe trajtimi i tyre me krip. Ju duhet që të merrni një enë me ujë të ngrohtë ose legen dhe në të hidhni një grusht me krip. Rekomandohet që për efekt sa më të mirë ju të përdorni kripën Epsom. Fusni këmbët në legen me ujë të ngrohtë për të paktën 10 minuta dhe më pas merrni një lim për këmbët tuaja dhe me të fërkoni pjesën e kallës duke formuar lëvizje rrethore për të paktën disa minuta. Lajini këmbët me ujë të pastër për të hequr qafe të gjitha qelizat e vdekura dhe sigurohuni që t'i thani këmbët mirë me peshqir. Në fund, ju mund të përdorni një krem të trashë në pjesën e themrave për të ruajtur butësinë e tyre. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos të përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!